shumë. Në ato që po është dikon, po është një familjar, a? Po. Okej. Edhe... Vlau? Po, vlau është. Okej. Edhe veç nuk është propozimi imi. E di që i përmenoj për 110-ve kërkoj a jam në atri e po është një, okej, po. Edhe çështja është që, do thot, nuk ka ndryshu kur gjë në raportet ose në zhvillimet politike që na me ndryshu partneritetin. Po ka ndryshu kjo pjesa e qëndrimeve të deri pak javës së mujt bashkëpunëtorës tonë ish presidentes Osmani, ajo ka vendosur që të rikthehet në LDK bashkë me disa kolegë, po për një pjesë tjetër të konsiderueshme ose për shumicën e struktura që ne i kemi në Guxo, ne vlerësojmë që ne duhet të vazhdojmë partneritetin me Albin Kurti. A ka qenë seriozisht bashkëpunëtore deri para disa javëve e mujve, a mëti ka kërsit nërmjet vetëvendosjes edhe Vjosa Osmanit raporti dhe veç tash është bëu publik? Jo, ka pas disa, do thot, mos pajtime, po në politikë shpeshherë mos pajtime ndodhen shpeshherë edhe mes atyre që ti i ki meq personal, po që politikisht mund është me pas bot kuptime. Unë personalisht mendoj që ky raporti dialektik që mund tjetë mes akterëve, partnerëve, institucioneve, do thot në shumicën e rasteve mund të, do thot, rezultat jetë edhe i shëndosh, në disa raste përfundon sigurisht për shumë se si ka përfundu. Kështu që nuk i kam pa, do thot, shumë tragjike, do thot, mos pajtimi për disa tema në momentet caktuara. Sido që tjetë kthesa është e madhe mas marsit këtij viti, atëherë kur momenti kur vetëvendosja do thotë ka bërë qartë publike dhe kryeministri Albin Kurti që kuptimin e ka vlerësuar që duhet gjetur në emën tjetër për te emrit të presidentit. Kështu që ajo është pjesa kryesore e kthesës madhe dhe ndryshimeve që kanë ndodhur, për shkak se deri në fillim të marsit do thotë nuk është duk gjendja që po shkon drejt një ndryshimi ose repozicionimi. Deri në fillim të marsit. Valla, unë kisha më thonë deri me datën 3 mars. Nuk ka pas indicje që... Ne kemi qenë të informuar për disa, do thot, mos pajtime edhe më herët, po angazhimi, do thot, i një pjesë të konsiderueshme dhe interesimi ish presidentes ka qenë që të rikonfirmohet presidente me përkrahje me mbështetjen e vetëvendosjes. Kështu që në momentin kur ajo është bë publike pas një takimi, prej ato, do thot, është me gjosje, po fakti kryer, tashmë janë ndarë rrugët dhe A dha ka qenë një pike veçantë që e ka prishë të partneritet, a një kërkes, a një... Jo, do thot, mendoj që këtë partneritet e ka, do thot, tash kur flasëm për Guxon, do thot, presidentja nuk u kom pjesë e pak ose marrëveshjes Guxos në... Po, e vërtet. Do thot, pas vitit 2021. Në vitin 2021 ka pas marrëveshje, në atëko lista Vjosa, vërtet që e ka drejtu ish presidentja, ato ka pas marrëveshje dhe marrëveshja është realizuar dhe është jetësu. Vjosa presidente, Albin Kurti kryeministër. Po më pastaj, do thot, presidentja nuk ka pas në interesim për zhvillimet në Guxo, duke edhe respektu pjesën e... Sakt. Do thot, e detyrimeve kushtetuese që i ka, edhe në ndërkohë, do thot, ne si Guxo kemi vazhdu me regjistrimin e partisë, që ka ndodhur për herë të parë në vitin 2022, edhe mandej partneritetin dhe marrëveshjen me vetëvendosjen. Po tash edhe në zgjedhjet e fundit të dhjetorit, ne si Guxo nuk kemi pas marrëveshje për presidentin, ne kemi pas marrëveshjen që të kemi 2 pozicione të larta drejtuese në qeverinë, vërtet 3, avans kryeministër dhe 2 ministri. Marrëveshje për presidentin, po qa po më thuni që se kishit votu Vjosa Osmani nëse... Jo, nuk është vërtet që do thotë nuk ka askush në Guxo që nuk e kishte votu Vjosa Osmani për presidente. Edhe do thot qëndrimet ose pozicionet e caktuara mandej kanë evolu, disa kanë dash me tregu ose ripozicionu, dikush ka pas edhe hatërmbetje që s'ka përfundu ministër. Po, ajo është